Dhe në fakt zoti Hamza ka një profil politik, ka një profil të njeriu i cili njihet për një qëndrueshmëri, maturi, pjekuri dhe si njeri serioz, profesional, me një mendësi institucionale, që madje edhe vetë kundërshtarët e kanë respektuar. Përfshi edhe Kurti në disa raste ka dhënë komente pozitive për të. Prandaj ka pasur poste të rëndësishme, si bankës, guvernatori i Bankës Kosovës, ka qenë dyer ministri i Financave, ka qenë kryetari i komunës së Mitrovicës, dhe nuk ka qoftë një herë një akuzë ose përfolje për afera korruptive. Është njëri që bën një jetë shumë modeste. Dihet që zoti Mitrovicë nuk ka lëvizur nga 7 vjetër. Dhe pavarësisht se ka qarkulluar, ka pasur ministri i Financave, nuk ka të paktën edhe nga armiq më dashakeq të PDK-s nuk është bërë asnjë pretendim. Dhe mendoj që në këto raste me këtë lloj bagazhi, me këtë lloj karakteri të personalitetit që ka, mendojmë se me fytyrën e tij, me figurën e karakterit të tij, personalitetin e tij, ne do mund të edhe Partia Demokratike të Kosovës si fitimtar. Përpos kësaj, a e bashkon zoti Hamza ka dhe një avantazh tjetër, e pikërisht ja këtu do dilja. Po. Edhe pa ndihmore me telepati faktikisht që pra një gjë ka të bëjë me faktin që absolutisht së pari thash që për ne është rëndësishme kandidat për kryeministër sepse preket edhe perceptohet si jo i polarizuar nga një elektorat gri që është i lodhur nga sulme politike, nga rrësia, agresiviteti i politikës, dhe është gati cinike. Por së dyti elementi thelbësor është se Bedri Hamza ka një mundësi për të bashkuar partinë pas problemeve të brendshme që kemi pasur ne. Për shembull, kujtoj të brendshëm që vazhdon në zonën e Drenicës, në këtë rast me një kandidat i cili doli i pavarur për që vinte nga radhët e PDK-s, i cili po ashtu është një personazh i cili ka marrë goxha vota dhe fitoi që në raundin e parë të zgjedhjeve lokale. Saktësisht në një bastion. Pra, dhe ai vetë ka shprehur entuziazëm për vetëm për një gjë më të madhe se të fuar të tatpjet terrenet e lirë që ka Kosova, duhet që njerëzit në PDK të lënë anash inatet, mlefet, xhelozit për plaset personale dhe të unifikohen në mënyrë që të kemi rezultate më të mirë të mundshëm. Dhe ato 3.000 vota sa ka marrë atje janë po aq të vyera të mundshëm. Në këtë rast, me Bedri Hamza në krye, partia fiton koherencë, unitet, se bashkuese, që më konsiderohet konsensual edhe nga ato fraksione, grupime, ose figura dhe personalitetet të cilat në rrjedhën e dhe tyre është dëshon qeverisjen dhe ka forcë për ndryshuar veten, për ndryshuar Kosovën. Pra është një sinjal i qartë që PDK-ja synon të fitojë dhe thjesht të ekzistojë si parti opozitare dhe jemi gatshëm të bëjmë sakrifica të tilla, sikur është edhe largimi Krasniqi, po edhe para tij kryetar për hir të një të ardhmë të madhe.